Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e ka për qëllim kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, e ka për qëllim xhenetin, synimi i tij është i largët, çka vepron Allahu me atë? Thot Allahu pasurinë ja bën në zemrën e tij. Ndihet i pasur, ndihet i kënaqur, ndihet falënderues ndaj atyre gjërave që i posedon. Dhe si shpërblim Allahu ja të bon familjen e vet. Ka respekt në familje, ja të bon fëmijët e vet. Dëgjohet, respektohet, ka kënaqësi familjare. Dhe shpërblehet prej Allahut subhanahu wa taala. Ose ai njeri i cili pra mjetin e ka bërë qëllim, ku qëllimi i tij është veç kjo dynja. Fukarallëkun varfërin ja bën Allahu azza wa jall mes dy syve të ballit. Ndoshta ka miliona, por e ndin veten të varfër, nevojtar çdo herë, dhe bën pa drejtësi për me arrit deri tek pasuria e dikujt në mënyrë të padrejtë, sepse e ndin veten është në rrezik, është në varfëri të skajshme. Ta ka bërë Allahu azza wa jall fukarallëkun mes dy syve të ballit. Dhe si ndëshkim për Allahut, ja shpartallon Allahu azza wa jall familjen. As nuk i din se ku i ka fëmijët, as ata fëmija, ato vajza që interesohen për prindin e tyre, nuk ka kur far respekti, kur far kënaqësie familjare. Dhe nuk i vjen prej dynjas vetëm se atë se ka caktuar Allahu azza wa jall atij, kurse atij të parët i vjen bereqeti Allahut azza wa jall, shtohet bereqeti Allahut azza wa jall.